ende nuk e kanë marrë pagën e gushtit, ndërsa druajnë se së shpejti do të humbasin edhe sigurimin shëndetësor. Për këtë arsye protestuan para qytetit të Shkupit punonjësit e kompanive Floracom dhe Luna, kompani të themeluara nga ndërmarrja publike, парче dhe gjelbrimet. Континуирана комуникација со сегашното раководство на паркот за Нелило, сепак успеале да ги доближиме разликите помеѓу платите назад време. Но еве се августовска плата нема земено, а денеска е 28. Набрзо ќе немаат и здравствено осигурување. Ние бараме градот Скопје да обезбеди парични средства за услугите што ги вршат и Флораком, и Луна, и Паркот за Нелило. Значи, парични средства за плата и други додатоци на плата, како и регрес, юбилејна награда и новогодишен додаток за период на назад. Kërkojnë atë që u takon me ligj dhe thonë se nuk duan justifikime, sepse me to nuk mund të kalojnë muajin apo të paguajnë faturat. Не ме интересираат никакви изговори, не интересираат паричните средства кои ни следат. Тоа што сме работени, нас изговорите не ги плаќаат сметките. Това можем да кажем. Затоа сме собрани, имаме плата до 15, како што договорим секоја фирма, сите нататъчно стоят. Nëse nuk përmbushen kërkesat që u takojnë me ligj, sindikalistët paralajmëruan se do të vazhdojnë me protesta dhe nuk i përjashtojnë as masat më radikale. Të pyetur rreth kësaj çështje nga qyteti i Shkupit thanë se kompetencat për këtë i kanë ndërmarrja, parqet dhe gjelbrimet, dhe se vendimet i marrin antarët e bordit drejtues dhe bordit mbikëqyrës të ndërmarrjes, të cilët zgjidhen nga Këshilli i qytetit të Shkupit, andaj vetëm prej andej mund të përgjigjen për pagat e papaguara.